Disa javë përpara zhvillimit të samitit të vendeve të NATO-s në Hag, ku pritet të diskutohen buxhetet e mbrojtjes, ndër të tjera, generali Carsten Breuer, shefi i mbrojtjes së Gjermanisë, ka paralajmëruar se NATO duhet të përgatitet për një sulm të mundshëm nga Rusia brenda 4 viteve të ardhshme. Në një intervistë për BBC, ai tha se Rusia po prodhon qindra tanke çdo vit, shumë prej të cilëve mund të përdoren në një sulm ndaj shteteve baltike anëtare të NATO-s deri në vitin 2029 ose më herët. Generali Breuer theksoi se ky është një kërcënim shumë serioz dhe se NATO duhet të mbetet e bashkuar mbi luftën në Ukrainë, pavarësisht dallimeve në opinione të shprehura së fundmi nga Hungaria dhe Slovakia. Ai paralajmëroi gjithashtu se Rusia po ndërton forcat e saj në një masë të jashtëzakonshme, duke prodhuar afërsisht 1500 tanke kryesore beteje çdo vit. Ai shtoi se jo çdo tank do të shkojë në luftë në Ukrainë, por po shkon edhe në stoqe dhe në struktura të reja ushtarake, që janë gjithmonë përballë perëndimit. Generali Breuer theksoi se ekziston një qëllim dhe ka një grumbullim të stoqeve për një sulm të mundshëm në të ardhmen ndaj shteteve baltike dhe NATO-s. Ai tha se analistët e vlerësojnë këtë mundësi për vitin 2029, por theksoi se duhet jemi gati deri në atë vit dhe se nuk është e garantuar që sulmi të ndodhë pas atij viti. Nëse më pyetni tani, a është një garanci që sulmi nuk do të jetë më herët se në vitin 2029? Do të thojë jo, nuk është, por duhet jemi në gjendje që të luftojmë që tani, tha ai për BBC.